ka marrë Sara shumë e vetëdijshme që i ka bërë vetë, thoma vetë. I ke thënë do të marr telefon dhurat? Ç'a telefoni dhurat është ky që më marr, ti marr shkart identitetin. Të lutem, mos i bëni këto muhabete. Me Sarën ke qenë kur ke marr telefon, jo kam qenë te dyqani, jo, s'kam marr kredi, kam marr telefonin emri i Sarës. Nuk kam lidhje fare unë me këto. Në fillim, Iriu kërkon një përballje me vajzën, por më pas paprit mas largohet me vrap, duke na gjetur disi të paprgatitur. Të lutem. Pas pak qastësh do rron mendje dhe vendos të flas. Se vrap po kot. Lutem. Hajde ikim te Sara, tani do të flasim. Po hajde ikim te Sara dhe flasim. Uli kamerat, lutem. Merë Sarën, vi aty tulemi. Se ke paguajt më përpara? Se kam paguar se s'kam pas mundësi. Po pse nuk e ke thënë s'kam pas mundësi dhe ajo ta bllokoi? Ja kam thënë. Kam vaj për të marrë kredi tjetër edhe s'më kanë dhënë. I ke nxjerr dhe i qenë justifikime. Si kam nxjerr justifikime, të lutem, mund ta heq atë të lutem. I kanë shkullë të shtëpia për mbarime, ke futur sharr me familje. E di sa e rëndë është kjo. Të lutem. E di edhe unë se sa e rëndë është, po të lutem mos i bëni këto gjëra, të lutem se kam 500 probleme. Nuk ka njëri pa probleme Edison. Të madhe kaq kështu